Fatos Nano u nda nga jeta në moshën 73 vjeçare, pas problemeve shëndetësore. Menjëherë pas lajmit të hidhur ditën e sotme, reaguan thuajse një zëri të gjithë, politikan nga të gjithë kahët, shtetar e deri aktor të politikës edhe nga Kosova. Presidenti Bajram Begaj, teksa shpreu ngushëllimet për ndarjen e parakoshme nga jeta të Fatos Nanos, tha se ky fundi do të kujtohet si lider liberal dhe reformator. Zemërthyer reagoi kryeministri Edi Rama. Lam të mirë kryetar. Këto ishin fjalët e para të kreut të qeverisë pas këtij lajmi. Një reagim të ndjerë ka bërë edhe shefi i grupit parlamentar socialist Auland Balla, me një karrierë të gjatë në Partinë Socialiste, ku i është dashur shpesh të punojë krah liderit historik Fatos Nano, të cilin vazhdon ta quaj shef. Balla thot se Fatos Nano do të mbahet mend si njeriu që modernizoi Shqipërinë. Erion Braçe e falenderoi sot Fatos Nanon, pasi sipas tij është njeriu që ribëri të majtën shqiptare. Për Damian Gjiknurin, Fatos Nano e udhëhoqi Partinë Socialiste dhe në tërësi të majtën shqiptare me modelin e tij liberal. Edhe për Petro Koçin, Fatos Nano do të mbahet mend si lideri i transformimit dhe modernizimit të së majtës shqiptare. Për Niko Peleshin personalisht, Fatos Nano mbetet figura që i hapi dyert e politikës, duke i besuar përgjegjësinë e parë publike, në atë kohë një ftesë ndaj një brezi të ri për të ndërtuar së bashku Shqipërinë që të gjithë e ëndërronin. Për Peleshin, Fatos Nano mbetet politikani modern që solli frymën e vërtetë europiane në mjedisin publik. Thuajse me të njëjtat konstatime për historinë që bëri Fatos Nano, shkruajtën të gjithë socialistët sot. Por ajo që ra në sy ishte edhe një reagim i menjëhershëm nga Selia Blu. Ishte Tritan Shehu, ai që e cilsoi ndarjen nga jeta të Fatos Nanos si humbje të madhe për politikën shqiptare. Ngushëllimet më të sinqerta për humbjen e zotit Fatos Nano, një humbje për familjen socialiste, një humbje për politikën shqiptare, ngushëllime familjes së tij që e ndjen e përjeton më shumë se gjithse kush këtë humbje, shkroi Tritan Shehu. Por reagimet e tej kaluan kufirin e Shqipërisë, me protagonist edhe nga skena e politikës Kosovës, pasi historia ka qenë e pandashme. Ramush Haradinaj thot se Fatos Nano ishte kontributori kyç i çështjes shqiptare në kohë krize, me pikëllim moralajmin për ndarjen nga jeta të ish kryeministrit të Shqipërisë zotit Fatos Nano. Në emrin tim dhe të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, i shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes Nano, të afërmve, kryeministrit Edi Rama, Partisë Socialiste të Shqipërisë dhe gjithë shqiptarëve. Mirënjohje për rolin e tij udhëheqës dhe vizionar, kontribues kyç i çështjes shqiptare në kohra krize brenda dhe jashtë kufive të Shqipërisë, u pret në paqe, shkruan Haradinaj. Por për Fatos Nanon nuk reaguan sot me mesazhe të ndjera, e ku theksoi vlera e veprës së tij, vetëm politikan, por edhe gazetar, analist. Të gjithë ata që e kanë njohur nga afër e nga larg. Për shembull, gazetari e analisti Frok Çupi thotë se Fatos Nano ishte politikani që shtroi rrugën që Shqipëria të kishte një politikë moderne, marrëveshjesh e zhvillimesh.